Një nga aksionet më të mëdha të antidrogës u realizua të martën nga Policia e Kosovës bashkë me Prokurorinë Speciale. Pas këtij aksioni, nën pranga përfunduan 22 persona. Të njëjtit ishin në nënhetimin e policisë që nga viti 2019. E që nga muaji janar deri në fund të muajit maj të këtij viti, janë konfiskuar qindra kilogram të substancave narkotike. Sipas të dhënave që TV1 ka siguruar, për 5 muaj, në tërë Kosovën janë sekuestruar 703 gram heroin, 119 kg marijuan, 7 kg kokain e 27 kg droga të tjera. Brenda kësaj periudhe, policia ka arrestuar mbi 400 persona. Gjatë periudhës janar-maj 2025 për kultivim të bimëve narkotike janë arrestuar 18 persona, ndërsa për trafikim dhe posedim të narkotikëve janë arrestuar 376 persona. Nga Qendra për Këshillim dhe Trajtim të Varësisë, Labirinth, kanë thënë se në Kosovë ka rritje të përdoruesve të drogave. Sipas tyre, shumica i përkasin moshës së re. Para 5 viteve, kur mosha e atyre që kanë kërkuar ndihmë për çështjet e përdorimit të kokainës ka qenë 35-45 vjeç, ndërsa vitin e kaluar ka rënë 35-25 vjeç, edhe natyrisht kemi pasur raste të tjera të cilat janë edhe nën moshë, pra në 18. Safet Blakaj nga kjo organizat tregoi substancat narkotike që përdoren më së shumti në Kosovë. Janë 2 drogat, kokainë dhe marijuana, që kryesisht vjen nga Shqipëria, por ka pas tendenca të mëdha edhe vazhdojnë të jetë që të kultivohet për kanabisin në Kosovë, për arsye se në Shqipëri ka pozvoglohet terreni për kultivime për tjera gjona. Se në Kosovë ka rritje të përdoruesve të drogave, e thot edhe sociologu Gën Xherxha. Por cilat janë faktorët që ndikojnë rritjen e këtij fenomeni? Kemi një rritje të përdoruesve të drogave në Kosovë, mendoj se rreth 40.000 janë përdorues aktiv, ku prej tyre 12 deri në 13.000, sipas disa statistikave, mendohet se janë të varur nga këto substanca psikosomatike. Pra, përdorues më të mëdhej të kësaj kategorie janë të rinjët, të cilët nxiten qas nga probleme të ndryshme psikologjike, pastaj nga kurreshtja. Në aksionin e së martës, rreth 600 zyrtarë të Policisë së Kosovës bastisën 47 lokacione të ndryshme, ku përveç substancave narkotike u konfiskuan edhe vetura, para e armë të ndryshme.